Në javën që nis nesër, mirëpresim në Tiranë summitin e diasporës. Edicioni i 4 që mbledh edhe një herë shqiptarët nga të gjitha anët e botës. Ata që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, por që syt i kanë në Shqipëri dhe sa herë jepet mundësia mendojnë dhe komunikojnë apo vizitojnë Shqipërinë. E nisim më 13 prill me ceremoninë e mirëseardhjes, ku vëmendja do të jetë te njerëzit dhe te historitë e tyre, histori suksesi, pune, përkushtimi, që janë dhe histori krenarie shqiptare anë mban. Por njëkohësisht edhe një hapje për vlerësim. Vlerësim jo vetëm për shqiptarët që kanë arritur dhe kanë kontribuar jashtë, por edhe për miq të tyre, miq të huaj, që kanë zgjedhur të jenë pjesë e rrugës së shqiptarëve. Janë bërë bashkë dhe kanë bashkuar në një farë mënyre krahët e shqiponjës sonë. Sot diaspora është një forcë konkrete zhvillimi dhe u vjen në këtë summit për herë të parë pas një përfshirje historike në zgjedhjet politike të vendit. Ajo vjen si një hapësirë e zgjeruar Shqipërisë përtej kufive të saj dhe kthehet në një realitet shqiptar në transformim të vazhdueshëm, gjithmonë më shumë si një partner i drejt për drejt, duke filluar nga zgjedhjet politike, pastaj edhe tek ekonomia dhe hap pas hapi në rrugët e dijes drejt hapësirave të reja të ardhmes. Dhe sfida jonë nuk është vetëm të mbajmë këtë lidhje në një nivel simbolik, por të strukturojmë një rrjet të tërë zemrash që rrajnë për Shqipërinë anë mban dhe mendjesh që krijojnë vlerë të shtuar në një bashkëpunim që prodhon rezultate për vendin dhe jo vetëm për vetë shqiptarët kudo ku janë. Nga një janari i këtij viti kemi hyrë në një fazë të re të rritjes së pagave me një drejtim të qartë. Rritje reale e të ardhurave dhe mbrojtje e fuqisë vlerëse. Dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për pagat nominale, të cilat nga paga minimale në shkallë vendi janë rritur në 500 euro apo në mesataren e përgjithshme kanë arritur në rreth 10% me një ritëm të qëndrueshëm si në sektorin publik ashtu dhe në atë privat. Po këtu bëhet fjalë për çka na ka munguar si mekanizëm, jo sepse nuk e kemi ditur mungesën, por sepse s'kemi mundur të adresojmë mungesën si pasojë e pamundësisë, e mungesës së mundësive të ekonomisë. Sot që ekonomia na ka dhënë mundësi të reja, ne kemi vendosur të indeksojmë pagat në sektorin publik çdo 2 vite, me mekanizma shtesë për kategori të ndryshme dhe kësaj të korrektojmë impaktin e inflacionit mbi pagën për mësuesit, për mjekët, infermierët, punojësit e policisë, ushtarakët dhe administratën. Një vëmendje veçantë i është dhënë sistemit shëndetësor, ku nga qershori pagat do të rriten edhe në disa shërbime kritike. Mjekët e urgjencës do të trajtohen në të njëjtin nivel me të tjerët edhe për sa i përket rojeve, që janë një ngarkesë ekstra, ndërkohë që shtesat konkrete do të arrijnë në 18.000 lekë në muaj për mjekët dhe 12.000 lekë për infermierët dhe teknikët, shoqëruar me paga më të larta
për turne dhe një sistem të ri vlerësimi për përvojën. Është një ndryrje drejt për drejt aty ku përgjegjësia është më e lartë dhe ku sistemi kërkon mbështetje të përditshme. Është një politikë e qëndrueshme sepse është një rritje ekonomike e qëndrueshme dhe janë mekanizma të nevojshëm, por që kjo rritje ekonomike i ka bërë të mundshëm dhe patjetër edhe të matshëm në atë që është llogaria e çdo familje që jeton me punë ndeshme. Në ndërkohë që kemi stabilizuar dhe kemi vënë në lëvizje një skem rritjeje të përvitshme të pensioneve, ku çka është rritur në këtë janar do të dyfishohet në janarin e ardhshëm, do të trefishohet në janarin e 2028-s, do të katërfishohet në janarin e 2029-s dhe do të pesëfishohet në janarin e 2030-s, po përgatisim dhe një kolon tjetër të skemës së pensioneve, e cila i bashkangjitet në mënyrë komplementare sistemit aktual, kolonës qendrore aktuale të pensioneve, duke krijuar një hapësirë të re dhe një mundësi të dytë mbështetje e përdalme. Ideja është shumë e thjeshtë, çdo punonjës që zgjedh kontriboj me një shumë të vogël nga paga e tij, për shembull 1 euro në muaj, do të ketë një kontribut të barabartë nga pala tjetër, shteti ose punëdhënësi në sektorin privat. Në këtë mënyrë, kontributi dyfishohet dhe muaj pas muaj krijohet një fond individual i cili i shtohet pensionit që përfitohet normalisht nga kolona e parë, skema e parë ekzistuese. Kjo nuk është absolutisht diçka alla shqiptare, sepse ne nuk bëjmë të tilla, po mësojmë nga përvojat më të mira dhe përpiqemi të sjellim këtu modele të sprovuara. Pra është një model i mirënjohur që krijon mundësinë e krijimit gradual të një fondi pensionesh për më shumë siguri për individin dhe për një lidhje më të qëndrueshme mes punonjësit dhe punëdhënësit, shtetit apo privatit. Një mekanizëm sigurie financiare për moshën e tretë dhe e përsëris një mekanizëm komplementar që nuk e prek, po e forcon mekanizmin aktual. Ekonomia rritet dhe rriten në mënyrë të qëndrueshme edhe sepse investimet e huaja direkte rriten në mënyrë të qëndrueshme. Në 5 vitet e fundit Shqipëria ka tërhequr më shumë investime të huaja në raport me ekonominë se sa mesatarja e rajonit, duke arritur në afro 7% prodhimit përgjithshëm mbi mesataren e Ballkanit Perëndimor. Vetëm në vitin 2024 janë certifikuar 1.6 miliard euro investime, ndërsa në 9 muajt e parë të 2025-s kemi arritur në 1.21 miliard, çka konfirmon ritmin e qëndrueshëm të rritjes, ndërkohë që stoku total i investimeve huaja ka arritur në 16.6 miliard euro. Një shifër e paimagjinueshme deri jo shumë vite më parë. Një shifër që tregon qartë se Shqipëria ka ndryshuar pozicionim në rajon, Shqipëria ka ndryshuar qasje dhe impakt si një treg që shihej me shumë rezervë, duke u kthyer në një vend ku investohet konkretisht dhe në perspektiva të gjatë. Dhe po të llogarisim aplikimet, interesimet dhe mundësitë që shohim nga gjithë ajo çka është tryeza e dosjeve të agjensive përkatëse, atëherë mund t'ju them me plot gojën se e nesërmja është shumë më e mirë se sa e sotmja. Është një nesër me rezultatesh që lidhen drejt për drejt me çfarë kemi mbjell me mundim në tërë këto vite, me
reformat transformuese që kemi bërë, me stabilitetin ekonomik që kemi krijuar, me përmirësimin vazhdim të klimës biznesit dhe një qasje të strukturuar të investimeve në një mjedis të parashikueshëm për kapitalin afatgjatë. Dhe së fundi dua të ndaj me ju kënaqësinë e marrjes këto ditë të një raporti shumë domethënës të Bashkimit Evropian përmes instrumentit të përkatës të Sigmas dhe OECD-s që ka analizuar edhe panoramën e përgjithshme të prokurimit publike në rajonin tonë, ku Shqipëria spikat me përmirësimet e saj dhe përmes shifrash dhe faktesh do të mund t'i tregojmë edhe publikut se sa larg janë të gjitha ato që thuhen dhe stërthuhen duke ushqyer një perceptim negativ lidhur me raportin e Shqipërisë me korrupsionin dhe lidhur me pozicionin e kësaj shumice ndaj korrupsionit në raport me realitetin e fakteve dhe të shifrave konkrete, të identifikuara dhe të rreshtuara jo nga qeveria apo ekspertët e saj, po nga një instrument i besueshëm dhe cilësor i Bashkimit Evropian, me të gjithë integritetin e duhur profesional për të treguar se cila është e vërteta edhe në atë çka lidh prokurimet publike me transparencën dhe cilësinë e mekanizmave që i vën ato në përdorim në të mirë dhe në interes të publikut, ku Shqipëria përsëri spikat si e para në rajonin tonë. Shumë faleminderit.